Drejtori i Drejtorisë Vendore të Policisë Korç Vilson Bala deklaroi se gjatë muajve maj qershor janë evidentuar 380 vepra penale, nga të cilat 376 janë zbuluar ose rreth 99%. Për gjatë këtyre 2 muajve janë evidentuar 380 vepra penale, nga të cilat janë zbuluar 376 prej tyre, ose shprehur në përqindje 98.9%. Me 369 autorë të përfshirë, nga cili 65 janë arrestuar ose ndaluar, 296 janë proceduar në gjendje të lirë dhe 8 janë shpallur në kërkim. Nga këto 87 vepra ose 23% e tyre janë krime kundër personit, kryesisht plagosje të lehta me dashje dhe kanosje. Gjatë kësaj periudhe ka ndodhur 1 vrasje, 4 vrasje të mbetura në tentativë dhe 2 plagosje të rënda me dashje. Gjatë këtyre 2 muajve janë evidentuar 13 vjedhje, nga të cilat janë zbuluar 12, një rezultat jashtëzakonisht i mirë, 2.5 herë më i lartë se sa ajo që kishin parashikuar në fillim të vitit. Janë evidentuar 16 raste të shpërndarjes lëndëve narkotike me 22 autorë të proceduar. Policia e Korçës vlerëson se konfliktet dhe siguria rrugore mbeten ndër problematikat kryesore. Gjatë muajve maj qershor janë regjistruar 510 konflikte, 42 raste dhune në familje dhe 18 aksidente rrugore me pasoja. Problematika gjatë kësaj periudhe ka qenë numri i lartë i konflikteve të ndodhura, 510 raste të evidentuara, të cilat përmbajnë premisë për kryen e veprave penale kundër personit. Po ashtu janë evidentuar 42 raste të dhunës familje dhe janë trajtuar 44 raste me urdhër mbrojtje. Në drejtim të sigurisë rrugore janë evidentuar gjithsej 43 vepra penale, nga të cilat 19 për shkelje të rregullat të qarkullimit rrugor, 24 për drejtim të parregullt të automjeteve, me 30 persona të arrestuar, 15 proceduar në gjendje të lirë. Gjatë kësaj periudhe kanë ndodhur 18 aksidente me pasoja të rënda, ku kanë humbur jetën 5 persona. 1 person është dëmtuar rënd dhe 20 të tjerë janë dëmtuar lehtë. Drejtori i Policisë Korç Vilson Bala deklaroi se gjatë sezonit veror prioritet mbetet garantimi i rendit dhe sigurisë publike, parandalimi i kultivimit të bimëve narkotike, goditja e shpërndarjes së drogës, armbajtjes pa leje dhe parandalimi i aksidenteve rrugore.